Dhe gjithë lufta këtu ka qenë bërë dhe është ndërtuar mbi këtë lloj retorike. A duhet ta lejojmë ne sot këtë gjyqësor që po bëhet gjithmonë më i fortë, i anatemuar dhe i barazuar me ato që është konsideruar republik prokurorësh, që sot neve na indikoj qeverinë dhe të na cënoj në mënyrë të drejtë për drejtë qeverinë, sepse nëse ne do të lejojmë pa luftuar me mjetet tona ligjore, si kuvend, me rregullat e kuvendit, me rregullat e parlamentarizmit, me rregullat e imunitetit parlamentar që ka çdo deputet në Parlamentin e Republikës, atëherë nëse ne e lëshojmë këtë, po themi, fuqi, pushtet që kemi, që na është dhënë nëpërmjet imunitetit. Gabim politik dhe juridik lënia e imunitetit? Absolutisht, jo se do të ishte gabim, do të ishte një luftë e humbur, sepse tashmë qeveria i ka hyrë kësaj lufte për ta çuar deri në fund, të mbështetur mbi këto dy parime. E para, prezumimi i pafajësisë, e dyta, imuniteti. Ne qeveria nuk e kuptoj. Kur thuan ne. Jo, nuk u referova si ne. U referova si qeveria, pra qeveria është në këtë pikë ka luftuar me parimin. Nuk jam antare e qeverisë, më sot ç'lidhje ka. Ja ku është antare e qeverisë. Nuk e kupton. Unë jam antare e qeverisë, jam antare i kuvendit. I kuvendit, po, përfaqësues, themi, okay, e drejtë. Në këtë prizëm përfaqësues. Edhe zotëria ju drejtuar si qeverisë, po qeveria edhe nëse do të më referohesh në këtë plan, unë nuk kam përfaqësi në këtë pikë që të them që përfaqësoj qeverinë. Kam kandiduar dhe unë të deputeti që duam, si zotëria që kam në krah, por nuk kam përfaqësi që ta them si ne. Unë po flisja për luftën e qeverisë deri tani për dy parime. E para, mbrojtja e imunitetit të deputetëve dhe ajo çfarë lejohet për të mbrojtur brenda kësaj normative, dhe elementi i dytë është prezumimi i pafajësisë. Dhe gjithë retorika ndërtuar sot dhe mbrojtja ishte totalisht e bazuar, por në të njëjtën kohë mbi të gjitha ishte mbështetur tek lufta që është bërë deri tani për parimin, se të gjitha kjo ka qenë. Po të shtroj zoti Dervishi, nëse ky vendim do ishte marrë disa muaj përpara, mund të ishte një lloj kursimi energjish, mbajtjes marrëdhënieve me fëmijët. Në ato optikë që thot zoti Dervishi mund të qëndroj, por nga arsyetimi që u bë sot dhe nga arsyetimi që dhanë sot përfaqësuesit e qeverisë dhe Këshilli i Mandateve, ka qenë një çështje shumë delikate, shumë dosja, domethënë ka qenë shumë e ngarkuar dhe ka patur nevojë për kohë patjetër për të analizuar dhe për të dalë në një mos gatojmë të çështjet, për vetë faktin sepse ky vendim nuk mund të ishte marrë përpara për shkak se Këshilli i Ministrave si organ kushtetues, institucion kushtetues, konstatoi një konflikt, një cënim të kompetencave të tij ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe gjykatës. Jeni dhe jurist, nuk ka absolutisht asnjë lidhje pezullimi me kërkesën e dytë të SPAK-ut. Ku e gjen lidhjen? Derisa për çështjen do të shprehej gjykata kushtetuese, pra të përfundonte një proces gjyqësor i nisur në hierarkinë më të lartë të pra ajo ishte për pezullimin. Po pra, por dhe vetë Këshilli i Mandateve nuk u mblodh më deri në momentin që se ishte vendim politik për mos u deri në moment, po unë mendoj që vetë jurisprudenca që bën gjykata kushtetuese është e rëndësishme. Po pra, dhe derisa gjykata kushtetuese të mbaronte procesin e saj. Po nuk ka lidhje pra se domethënë kjo është të fysh në inteligjencë, nuk ka lidhje kërkesa e SPAK-ut me çështjen e pezullimit. Ky është një procedurë e cila duhej ndjekur. Nëse do jemi në logjikën tuaj, atëherë domethënë ekziston dhe argumenti që vetë zonja Belinda Balluku ka kërkuar 3 herë dorëheqjen te kryeministri për ta çliruar. Po kjo është informacioni dhe nga kryeministri, i cili është personi